Dentja përcaktimi i datës me 28 dhjetor, Artan. Po, përcaktimi i datës, ne e kemi preferu datën 21. Edhe prej fillimit Fidan për me botë qartë, nuk ka të bëjë kjo me diasporën. Unë jam produkt i diasporës. Unë vetë jam rritë në diasporë. Shumica grupe parlamentarë të PDK-s janë produkt e diasporës. Kanë studiu jashtë, kanë të gjitha familjet jashtë, se cilin ne jem të lidhur me diasporën. Edhe diaspora ka meritat jashtëzakonshme, edhe në luft, edhe në çlirim, edhe në pavarësi, edhe për neve, edhe për mu personalisht, po edhe për Partinë Demokratike të Kosovës, është fati më i madh më caktu një datë ku edhe diaspora mund të vi, edhe të shohim familjarët, edhe të votojmë. Bile, unë mendoj që kjo është përparësia edhe për Partinë Demokratike të Kosovës, ku kemi pa që elektorati jonë pritojnë fort me mush letra, në diasporë, me apliku, me marrë zarfe të kështu me radhë. Edhe unë mendoj që kjo është hera parë që kemi me pas votën më të madhe diasporës, Partia Demokratike e Kosovës, në ditën që vinë këto. Pra, po thusin këto zgjedhje kemi kam partia që kemi pas votën më të madhe diasporës. Unë besoj shumë dhe për të kem shumë argumente. Pra, 28 nëntori për ne nuk ka të bëjë me diasporën. Dhe ne jemi të lumtur që diaspora do të ketë mundësi me qenë masivisht në Kosovë. Problemi ku e kemi pas Fidan, e kjo është problem, unë mendoj serioz, që nuk i takon vetëm PDK-s, takon gjitha partive, për mbi gjitha edhe shtetit Kosovës, i cili është okupu edhe qytetarëve të Kosovës. Ne po shkojmë dhe po majmë zgjedhje me 28 nëntor, me 28 dhjetor, në një periudhë ku prania e vëzhguesve ndërkombëtare është inekzistente, ose rreziku për me qenë është inekzistent. E dyta, në më thonë, nuk do të ketë vëmendje pra shumë të madhe të vëzhguesve ndërkombëtar. Dhe rasti Mitrovicës është rast eklatant. Flasëm edhe për gjykatën. Po, jo, po tash po tash kemi edhe të Supremës, edhe Supremi ja vërdzoj. Tash kjo mund të qenë narrativ politike juja, po edhe Supremi ja së të rëdzoj Artan për mungesë të argumentesh. E pashën në vendimin, e pashën në Fidan vendimin, veç nëse ju merr një analogji që shka ndodhë në Bullgari, zgjedhjet. Merrni që shka ndodhë edhe në Shqipëri, ma herët, edhe në Rusi, ju shene që këto nuk janë dorë e cila është individuale. Artan po thoni mungesa vëzhguesve ndërkombëtar. Zakonisht zgjedhjet në Kosovë, në Rusi zgjedhjet më demokratike në ashtan në rajonin e Evropës Juglindore. A keni para përgatitje për mësim pranon rezultatin si parti opozitare? Jo, Fidan, ju e dini që Partia Demokratike e Kosovës pranon edhe rezultatet, edhe në rastin e Mitrovicës, zoti Hamza, zoti Arjan Tahiri kanë pranuar rezultatin edhe e kanë uru madje edhe kundërshtarin politik. Mirë po thash, kjo nuk është betej, nuk është betej politike kjo. Po flasim për zgjedhjet nacionalitetin dhe frikën edhe argumentin. Po, pikërisht, dhe frika ime edhe frika jonë është vetëm mungesa e përfaqësuesve ndërkombëtar, sepse ju e thatë që zgjedhjet janë konsideru si demokratike. Nga kush është konsideru? Nga Bashkia Ndërkombëtare. Qysh me konsideru tash janë demokratika, nuk janë nëse ata nuk janë të pranishëm në numër sa do të ishin. Besojmë të vlerat e secilit prej nesh. Qysh? Besojmë të vlerat që kemi secilit prej nesh. Po që kë besem Fidan ka hub. Që kë besem që ka ndodhur në Mitrovicë. Do të thonë ka hub sepse atë. Kjo është argument ju politike se gjykata po të ndryshë Artan. Po gjykata i ka dhënë argumentet juridike. Po hajde që disa argumente edhe për gjykatën. Disa argumente edhe për gjykatën. Sepse gjykata ishtë dashë me qenë, si më thonë, mu koncentru vetëm në aspektin ligjor edhe jo politik. Po, dërgimin e rivotem do të krijon të pasoja shumë të mëdha. Fillimisht, një kompani e cila ka shtyp këto vlet votime. Artan, jem të zgjedhjet nacionale, gjykatën par djeu synu prej pushtetit. Sot nëse flasëm është bëhet tepër, sot e dim çka ka ndodhur me ushtruesin e detyrës prokurorit, andaj po duhet të kalu si temë çështet e zgjedhjeve lokale, po duhet të kryej frika ti që mund me prit edhe hamencimit ashtu një para përgatitjes që mos më njoh rezultati. Po. Pikërisht, domethënë edhe një herë argumenti i diasporës nuk qëndron. Domethënë ne jemi pro asaj, mirë po frika jon ka qenë edhe është që mund të ketë manipulime edhe mungesa një pranie ndërkombëtare mundet me cënu kredibilitetin e këtyre zgjedhjeve, sepse mbi gjitha për te rezultatit, sepse rezultati do del, partitë politike do dalin edhe t'ja urojnë njëri tjetrit, kjo traditë që është etablu, kjo nuk zhbohet. Definitivisht. Mirë po, unë edhe një herë po them që atë që kam parë në Mitrovicë, atë janë shenja të involvimit të shtetit.
Edhe prandaj e ka vështirë edhe në gjykatë me konstatu. Sepse kur shteti është involvuar në manipulim, e kanë edhe gjykata shumë vështirë me konstatu involvimin. Tu mu distancu të gjykata, jo në pipak njerëzve që e mbroj këtë parim rana së dhjës temë, mësë mu institucioni drejtësisë. Dash prej deputetet pozitës, dash bio pozitës. Nuk jam të surmu. Si e në hub disa vlera që tash me së zbesojnë pare pop. Te pare falëm për rambjen e atakun që ju ka bo. Unë po flasë për besueshmëri. Unë po flasë për besueshmëri që unë mendoj edhe besoj që muna me folë në... A konsiderojnë që është dash me qeni kurdim në një maj madhi partive opozitari pikrisht e data që mësë me lanë datën 28. Po, ka qenë një koordinim, do më thonë, i partive opozitare, mirë po presidentja nuk i ka marrë parasysh. Argumente që ka përdorë presidentja sot janë argumente absurde dhe janë mashtrim optik. Ajo foli qysh me demek me 21-ën, KQZ nuk mundet më bo shumë gati dhe kjo është ndër arsyet pse duhet me bo me 28-ën. Po t'ishte kështu, pse a dha mandatin Glauko Njufcës, kur paraprakisht e ka ditë që nuk i ka votat. Edhe ajo ka ditë sepse edhe PDK, edhe LDK, edhe AKN-isme, edhe gjitha partit i kanë deponu në farë forme vendimin e tyre se ato ta votojnë apo jo. Pra, nëse ajo do t'ishte interesume që të ketë zgjedhje sa më shpejt, ajo nuk do t'japte mandatin zotit Njufca fare. Por ajo me paramendim ja ka dhonë mandatin zotit Njufca për me pas një datë çfarë është 28 nëntori që për mu nuk është përparësi për vetëvendosjen. Unë e mendoj që është një mundësi e jashtëzakonshme për qytetarët e Kosovës, mrena Kosovës, edhe është një mundësi e jashtëzakonshme edhe për diasporë që vinë ato ditë mu pa edhe mu qmal me familjet e tyre, edhe me qenë pjesë e një ndryshimi të madh, një ndryshimi që do gjetë para ndërimit të motit, ta kem edhe ndërimin e pushtetit dhe ta zavendësojmë me një qeveri e cila është qeveri që do t'i sjell vendet stabilitet, jo dram, parashikueshmëri, jo përçarje. Po thoni që nuk qëndron argumenti presidentës që KQZ-ja nuk arrin më bëgati me 28-ën, por shtet nuk arrin më bëgati me 21-ën, por arrin me 28-ën. Nuk qëndron se ka qenë dorën e saj Fidan që edhe më herët me çuvendin në zgjedhje, ka qenë në dorën e saj që edhe mos me mandatu fare zotin Njufca, por ka qenë në dorën e presidentës që me eliminu këto, edhe me pas KQZ-ja dhe ma shumë kohë që të ketë një përgatitje për me pas një proces fair edhe kredibil, se natyrisht është sfiduese kjo. Mirë po, unë mendoj që presidentja nuk e ka luajtur rolin e saj as kushtetues, as ligjor, edhe ka marrë anë, qysh ka marrë anë nga fillimi, duke shëndruar në një presidente ma shumë të pushtetit se sa të përfaqësimit të interesave të qytetarit të paramendon në takimin për mandatimin e Glauko Njufcës. Shumica parlamentare, me numër, me votë, kanë kërku që më shkun zgjedhje. Pra, ajo duhet me dëgju zërin e qytetarëve i cili ka qenë i përfaqësuar në Kuvendin e Republikës Kosovës përmes partive politike. Nuk e ka dëgju zërin e tjerëve. Dhe edhe e njëjta ka ndodhur edhe sot që me një lloj arrogancë ajo ka vendosur prap për zotin Kurti. Pesuni arrogancë. Po është arrogant nëse ti nuk e dëgjon vullnetin e popullit përmes përfaqësuesve politik. Ajo tha 7-8 parti kanë thënë për 28 nëntorin, për 28 dhjetorin. Pa, cila parti? LDK ka qenë kundër. Mimoza Kusari ka një parti, pa e ka votat e saj, të familjes saj. Po mdej, këtu na po flasim për përfaqësim popullor, nuk po flasim për numër të partive. Nuk e dim. Po jo, na po flasim sepse dëgjoj, këto teknikat e manipulimit, dikush që ka punu edhe në media, edhe zëdhen si një ma mirë se çdo kush tjetër. Kur thu 8 parti kanë thonë me 28-ën, 7 parti me 21-ën, te krijon perceptimi që këtu pas ka pas ma shumë parti. Pa bën me ja numëru vota që aty në dhe cilë është përfaqësimi i tyre në kuvend. Pra shumica e atyre që kanë qenë përfaqësuar në kuvend kanë qenë për datën 21. Po ka i kjo, ne jemi të motivuar për 28-ën, ne po hymë si Parti Demokratike Kosovës me një kryetar të ri brenda PDK-s, me një motiv shtesë, me një përbashkim të ri, i cili unë besoj që do të sjellë fitoren e PDK-s, edhe ditë të tashme ju do të shihni që ky përbashkim është real, edhe menzi presim me hy edhe në fushat, ku PDK-ja tashmë është ka dëshmu që bën fushata gjithmonë përbajtësore, depolarizuese dhe jo të drejtuar kundër të tjerëve,
po një fushat që është vetëm për qytetarin. Të deni partia para këtan? Fidan, unë besoj shumë që kësaj radhe do dalim partia e parë dhe këtu ka shumë argumente. Qytetarët e Kosovës më në fund e kam pa që kënjere nuk din me qeverisë. Vetëm një gjë që a din, me që po jemi, po shkojmë të festat e fund vitit, këtë din me bove që sherë si Grinçi në ato filmat për fëmi që mundohet me prish fesën, me çdo kusht të vitit ri. E krasën zotin Kurti me Grinçin? Po është farë Grinçi politik. Po këthejemi letërsi si Lumiri dje, po Grinçi prap reflekton, është një arsye pse Grinçi e merr një vendim të tillë. Edhe pse në fund reflekton Grinçi. I pardje po është Grinçin me fëmijë shpirt, po. Grinçi është përplot urrejtje, përplot mlef, edhe mundohet me shkatërru gjithçka që është ndërtu deri atë ditë, edhe unë mendoj që kjo është një sinonim i vetë figurës së Kurtit, i cili këto 5 vite ka dëshmuar që nuk den me qeverisë, i cili këto 5 vite me qeverisjen e tij e ka braktis Kosovë me 250.000 që janë largu, e ka fut në sanksione të dyfishta dhe ka kriju pasiguri shumë të madhe, ndërsa në këtë vitën e fundit është tregu që është bllokuesi më i madh. Para mendo dhe në njëjtën